Ka kriminal që vrasin shumë njerëz dhe ka kriminal që vrasin pak, por tronditin botën për jetë. Kjo është historia e një burri të qetë të padukshëm që jetonte në një fermë të izoluar në Wisconsin. Emri i tij ishte Ed Gein. Edward Theodore Gein lindi në vitin 1906 në Plainfield. Ai u rrit në një fermë të izoluar larg qytetit, larg njerëzve, larg realitetit. Nëna e tij, Augusta Gein, ishte jashtëzakonisht petare dhe kontrolluese. Ajo I mësoi Edit se gratë ishin të këqija, dëshirat ishin mëkat, bota ishte rrezikshme. Edi u rrit I frikësuar, I mbyllur dhe I varur totalisht nga nëna e tij. Shkolla ishte një torturë. Fëmijët e tjerë e tallnin. Ai nuk krijoi kurrë marrëdhënie normale. Në shtëpi sondonte vetëm një zë dhe ai ishte zëri I nënës. Vdekja e nënës së tij. Në vitin 1945, nëna e Ed Gein vdiq. Kjo ishte pika ku gjithçka u shemb. Ed mbylli dhomat ku kishte jetuar nëna e tij dhe I late pa prekura si një muze. Ai jetonte vetëm në pjesën tjetër të shtëpisë duke folur me veten dhe ndoshta në mendjen e tij edhe me të ëmën. Nga ky moment, realiteti I Ed Gein filloi të shkëputej plotësisht. Ed Gein nuk filloi menjëherë me vrasje. Ai filloi me varrezat. Natën ai shkonte në varreza lokale dhe zhvarroste trupat, kryesisht gra. Ai kërkonte trupa që I ngjanin nënës së tij. Nga trupat ai merrte lëkurë, kafka, kocka dhe I kthente në maska, rroba, mobilje. Në mendjen e tij, kjo nuk ishte dhunë, ishte krijim. Janë konfirmuar 2 vrasje. Mary Hogan, 1954, pronare e një bari, u zhduk pa gjurmë. Vite më vonë, pjesët e trupit të saj u gjetën në shtëpinë e Gein. Vrasja e dytë, Bernice Warden, 1957, pronare dyqani, u qellua dhe u rrëmbye. Trupi I saj u gjet I varur I çmontuar në fermën e Ed Gein. Kjo ishte pika kur policia hyri në shtëpinë e tij. Ajo që policia gjeti ishte përtej imagjinatës. Karrike të mbuluar me lëkurë njerëzore, maska nga fytyra njerëzish, kafka të përdorur si dekor, rripa, dorza dhe rroba nga lëkura. Shtëpia nuk ishte një shtëpi, ishte një vend ritualesh të sëmura. Ed Gein u arrestua pa rezistencë. Ai ishte I qetë, sikur të mos e kuptonte çfarë kishte bërë. Gjatë gjykimit, mjekët konfirmuan Ed Gein ishte I sëmur psikikisht. Ai u shpall I papërgjegjshëm penalisht dhe u dërgua në një spital psikiatrik. Aty kaloi pjesën tjetër të jetës. Ai nuk u lirua kurrë. Në vitin 1984, Ed Gein vdiq nga kanceri. Ed Gein nuk ishte një vrasës serial tipik. Ai ishte produkt I izolimit, kontrollit dhe sëmundjes moderne. Historia e tij na kujton se ndonjëherë përbindshat nuk lindin, ata krijohen.